Dita, prokuroria e posaçme e Hagës kërkon 45 vjet për 4 komandantët e Kosovës, 4 familjar, 4 njerëz që kërkuan të ruanin Kosovën, kërkuan të ruanin familjet e tyre, kërkuan që të ruanin teritorin e Kosovës, vendin e tyre. Tani, sipas jush, është e drejtë që këta të kërkohet nga gjykata e posaçme e Hagës një dënim i tillë? Për çfarë arsye? Dhe pse përqendrohen më shumë në njerëz që u munduan që të ruanin tokat e tyre, shtëpitë e tyre dhe familjet e tyre. Pra, shtetasit shqiptar të Kosovës, pse përqendrohen aty? Pse nuk përqendrohen në ato sipërmarrje që bëri shteti tjetër, pra Serbia kundër shqiptarëve? Nuk ishin këta komandant, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi që luftuan kundër vetvetes. Jo, ishin serbët që luftuan dhe donin që ta shfarosnin njëherë për gjithmonë Kosovën dhe vran 1400 fëmijë dhe 20.000 civil dhe 370.000 të tjerë u shpërngulën, duke ikur për herë e për gjithmonë nga Kosova. Pra, pse nuk përqendrohen në ata që e shkaktuan këtë kaos dhe këtë problem të madh, por përqendrohen tek ata që ruajtën familjet e tyre, ruajtën fëmijët e tyre dhe ruajtën vetveten. Pra, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin, 45 vjet secili prej tyre. Është merr ta mendosh, është turp, unë mendoj kështu. Tani do të dëshiroja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Sepse që të përqendrohesh tek dikush që ruajti vetveten është e rëndë dhe ti ta dënosh këtë dhe është e rëndë. Unë mendoj që është e rëndë. Ndoshta e kam gabim, por pikërisht për këtë doja që ta diskutoja me ju. Sepse në një situatë të tillë, unë mendoj që secili duhet që të reflektoj, duhet që të kuptoj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Padyshim janë bërë hetime, padyshim kanë të dhëna, por unë nuk besoj që këta 4 që i cilësojnë si luftëtar, unë mendoj që janë 4 civil, 4 njerëz, 4 familjar, 4 vëllezërit tanë që u munduan vetëm të ruanin vetveten, u munduan që të ruanin vendin e tyre. Por edhe sikur të kenë bërë pak më shumë nga serbët, kush ishte shkaku? Sepse këtu është thelbi. Pra, shkaku nuk ishin ata, nuk ishin këta. Pra, nuk ishte Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, por ishte dikush tjetër që shkaktoi. Madje, siç e kam thënë edhe një herë tjetër, unë mendoj që shkaku nuk është fare as i serbëve. Tregohet që dikush tjetër luajti një rol të rëndësishëm sepse donte që të shkëpuste Kosovën nga ish Jugosllavia dhe ishte vetmja mënyrë vetëm për të gjetur shkakun dhe shkaku ishte krejt ndryshe. Pra, duhet të gjejmë mënyrën se si ta lëvizim këtë vend që të shkëputet Kosova, sepse duhet gjejmë dikë që të futemi pastaj dhe të themi, shiko, nuk keni të drejtë, dhe të krijohet kaosi që pastaj ta shkëpusësh. Por unë nuk dua të futem në këto ëllësira sepse këto janë vetëm teori konspirative, por ajo që më bën më shumë që sepse na vjen keq sepse këta janë njerëzit tanë, janë shokët tanë, janë vëllezërit tanë që luftuan vetëm për të mbrojtur vetveten, luftuan për të mbrojtur familjen, luftuan për të mbrojtur tokat e tyre. Dhe ata 1400 fëmijë ose 20.000 civil që u vran, nuk i vrau Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, por i vrau dikush tjetër. Dhe unë mendoj që është për të reflektuar sepse po sikur të gabojnë në hetime, po sikur të gabojnë. Mund edhe të ndodh, sepse njerëz jemi, askush nuk është perfekt. Apo ndoshta e bëjnë të qëllimshme për arsye të tjera. Sepse ti, nëse e zëm kështu, e zëm sikur të jemi në një familje. Një familje, janë 2 familje që zihen. Është një familja tjetej dhe është familja jon këtu. Dhe vjen dikush dhe na ngacmon tek familja jon. Ne jemi të detyruar që të mbrojmë vetveten, apo jo? Tani do thot në njëri nga ju, po mirë, ti nuk mund të vrasësh tjetrin. Po ai më vrau 1400 fëmijë dhe më vrau 20.000 njerëz dhe shpërnguli 370.000. Tani unë çfarë do bëj?
do pres që ai të më vrasi dhe mua? E di që kjo duket si paradoksale, sepse që të gjithë thonë që ti nuk duhet të bësh asnjë lëvizje, sepse ligjet e sotme janë bërë kështu, kanë ndryshuar gjërat. Nuk janë më si dikur, nuk janë më si atëherë që ti thua që unë mbrojta vetveten dhe të mbron shteti me këtë. Jo, ligji është bërë ndryshe. Edhe po të qelloj tjetri, ti duhet të rish me duart lart dhe nuk duhet të jesh agresiv. Nuk duhet që ti kundërvihesh. Jo, të presësh derisa ai të mbaroj. Pastaj të shkosh në gjyq që ta denoncosh. Është turp i madh që të mendosh këto gjëra. Është turp. Është turp sepse ajo që ndodh privatisht, pra në këto sentencat private, po ndodhe në sentencat shtetërore, në këtë rast edhe të komandantëve të Kosovës. Pse them komandant? Ata ishin njerëz të thjeshtë, po unë them komandant sepse ata duke mbrojtur vetveten, duke mbrojtur familjet e tyre dhe fëmijët e tyre, ata populli i votoi për të qenë aty. Dhe e di që edhe shumë nga ju do të jenë kundra këtyre diskutimeve që ne po bëjmë këtu. Por mendojeni pak. Mendojeni, në familjen tuaj, të ndodhe njëjta gjë. Ju çfarë do bënit? Pra, ajo që ndodhi në Kosovë, sikur ta reduktojmë dhe themi që ndodh në familjen tënde. Ti si do silleshe? Do lije që ata atje jashtë të vrasin edhe ty? Më thoni. Shiko, askush nuk është perfekt. Pa dyshim mund të kenë bërë dhe aksione që janë të dënueshme. Por unë mendoj që ato që janë masat që janë marrë tani, që kërkojnë 45 vjet për secilin prej tyre, që janë tmerr, 180 vjet për secilin, i thonë që ata të vdesin në burg. Është tmerr ta mendosh. Dhe kjo duhet menduar që po mirë, këta njerëz çfarë bën në të vërtetë? Pse duhet t'i dënojmë kaq vite? Për çfarë arsye? Pra, unë mendoj që ndonjëherë edhe hetimet, por edhe gjykata mund të marrin vendime që nuk janë në një linjë ose nuk janë të rregullta për shumë arsye. Dhe arsyeja kryesore është ruajtja e vetvetes. Pra, në këtë rast, ju si mendoni? Mendoni se është mirë apo keq? E përsëris edhe një herë, ka një listë pafundë mes nesh që nuk janë dakord dhe një listë tjetër që janë dakord. Por unë dua ta diskutoj sepse ka të bëjë me secilin. Sepse në fund të fundit as kujt nuk i intereson, as për Kosovën, as për Hashim Thaqin, as për Kadri Veselin, as për Recep Selimin apo për Jakub Krasniqin nga tuajt. Tuajt nuk duan të na shohin fare. Nuk duan që të mblidhen shqiptarë dhe të bëhen bashkë. As kujt nuk i intereson. Sepse gjithsekujt intereson shtëpia e tyre, vendi i tyre. Dhe po e marrin kështu tani, hol. Sikur aty në Holland, këta që kanë hetuar, sikur të shkojmë te shtëpia e tyre, të shkoj dikush te shtëpia e tyre dhe të bëj çfarë të doj. Ata si do sillen? Do e ruajnë vetveten apo jo? Do e ruaj Holanda vetveten apo këta që kanë hetuar apo të tjerë? Pa dyshim do ta ruajnë, sepse të vjen vetvetiu. Ti nuk mund të presësh aty me fjalë që thua që tani meqense erdhën këta dhe pra që çlirimtarët, ne po presim se çfarë do zgjidhin çlirimtarët. Gjë që akoma sot ka ngërdheshje mes Kosovës dhe Serbisë. Akoma sot, ndonse erdhën dhe çlirimtarët. Kanë kaluar vite që në vitin 1999, kanë kaluar gjithë këto vite dhe ende sot shikoni probleme gjithmonë me Serbinë. Pra, në të vërtetë, ju çfarë mendoni? Mendoni se është e drejtë kjo sentencë, pra janë të drejta këto kërkesa për të dënuar 45 vjet secilin nga këta? Dëgjoni, gjithsekush të jetë aty në atë fron, pra që të drejtoj jo vetëm Kosovën, por çdo vend të botës, gjithsekush, kushdo qoftë ai, që të gjithë populli, që të gjithë do kenë gjithmonë për të thënë diçka. Ai është kështu, ai është ashtu, dikush duhet të jetë aty, sepse vetëm nuk mund të eci përpara. Kosova, Shqipëria, Italia, Greqia, apo kushdo qoftë, nuk mund të eci përpara sepse duhet ketë dikë. Po ai që është
si mendoni ju, është më i miri apo më i keqi? Sepse dikush do tjetë, tani zgjidhni ju, kë do zgjidhni? Pra, do zgjidhni ata që ishin dikur, apo do zgjidhni ata që janë tani, apo ata që do vinë më vonë? Kush do qofshin këta? Ky është thelbi i të gjithës kësaj që po bëjmë ky diskutim, sepse është mjaft e rëndësishme, sepse poshtë nën rrogoz luftojnë që të gjithë, edhe ata që janë jashtë janë më shumë, sepse investojnë nga të gjitha anët. Investojnë në besime fetare, investojnë në politik, investojnë në shoqëri që të krijojnë një kaos. Nga të gjitha krijojnë një kaos sepse është e detyrueshme. Secili kërkon pushtet të gjitha fushave dhe të gjitha këto bien mbi trurin e njeriu dhe njeriu nuk di se çfarë të zgjedh. Por të mbani mend, bie mbi njeriu çdo gjë. Kështu që zgjidhni. Dhe tani do të dëshiroj një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këtë kërkesë që ka bërë gjykata e posaçme e Hagës, që të dënoi 45 vjet secilin nga këta komandant. Mbajeni mend, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi janë vëllezërit tan, janë shqiptar. Dhe nesër mund t'i takoj kujdo, për çdo gjë. Mund t'i takoj dhe do t'i takoj, sepse nuk vendosin, ta vendos dikush tjetër, dikush ka frenat në dorë dhe bën si të mendoj ai. Pra nuk e ka vendi, nuk e ka ajo qeveri, por e ka dikush tjetër dhe bën çfarë të doj. Tani pres komentet tuaja. Ditë mbar.